Mund të citoj një deklaratë të Medvedev, i cili është kryetari i Këshillit Suprem të Sigurisë. Thot, biseda telefonike mes presidentëve Putin dhe Trump provojnë një ide të njohur, ka vetëm një Rusi dhe Amerikë në tryezën e ngrënies. Në meny, apetite të lehta, brokull Brukseli, peshk dhe patatet e Britanisë dhe pul pariziene. Pjata kryesore është një copë pul me stilin Kiev, gëzuar ushqimin. Po, pra, kjo është... Kam dhonë për para, po... Shiko, kjo është një... Pra, do më thëmë, po hanë Ukrajinën atë. Kjo është një ironi më shumë se therse në raport me atë që ndodhë dhe me seriozitetin që kanë Rusët për t'ju përmbajtur deklarata. Ata nuk kanë bërë një marrëveshje, në fund kam përshtypjen që faji do t'i mbetet përkthyesve që kanë përkthyer bisedën telefonike dhe do të dalin sigurisht se janë marrë vesh për shkak të përkthimit, por përkthimin më të mirë të kësaj bisede ka bërë Bashkimi Evropian dhe liderët e saj, të cilët kanë ofruar sot mbështetje për sigurinë e Ukrainës. Dhe ata e kuptojnë që Rusia po bën një lojë, po bën një taktizim me Shtetet e Bashkuara dhe jam kureshtar të shoh se çfarë do të ndodhë me datë 24 mars në takimin e radhës. Po mi tani, se këtu është kam nevojë për një përgjigje, cikur se i rendit e mirë gjërat. Tani këtu ka një gjë. O Donald Trump është një gjeni, o Putini po i bën gol për sharës po ja hedh Trumpit. Tani këtu ka një gjë, sepse ai thotë që unë kam një vizion, dhe shiko, e di si duket dua të dalë pak nga kjo biseda e lineare, e kështu politike dhe korekt. Unë ka përshtypjen që Donald Trumpi nga njëra anë dhe zoti Musk nga ana tjetër, janë dy gjeni, nuk e di se kur do përplaset me njëri tjetrin, ta e shohin qytetrimet, këto popujt e tjerë, edhe një çik si milingona. Pra, do më thënë, dëme kolaterale, fjallë e vetë. Unë kam një vizion të madh. Vizioni i madh është paqe me çdo kusht me Rusin, shpejt. Tani, neve e kemi vizionin më të detajuar, themi, sa po mbet Ukrajina, sa po shqetësohet Macroni, sa po mobilizohet Europa, po ngjëret e vetmuar. Por po ta shohësh piktula, them unë, po ta shohësh piktula madhe, ndoshta Trumpi thotë, më mirë një bilaterale me Putinin, se sa të jemi detyruar që të më mposhtin eksportet kineze të gjynjëzohen përpara Republikës Popullore të Kinës. Ka një përpjekje për ta paraqitur gjithë strategjitë të presidentit Trump në një ngjashmëri me Nixon, i cili për të izoluar Bashkimin Sovjetik u afrua me Kinën. Tani, për të izoluar Kinën si një rrezik, dhe Trump e ka paraqitur këtë, të themi që po afrohet me Rusinë dhe në fakt po të vini re në gjitha qëndrimet përmenden marrëdhëniet bilaterale, pra riafrimi ruso-amerikan dhe me interes tregjet e përbashkëta dhe ekonominë. Pra Trump thotë që Rusia ka çfarë na jep ne, pra ne kemi çfarë të bisedojmë dhe të bashkëpunojmë me Rusinë.